Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo ditë sjell diçka të re, një emocion të papritur, një situatë që ndryshon atmosferën nga qetësia në tension dhe nga qeshja në drama. Por këto ditë duket se diçka tjetër po ndodh, diçka më e ëmbël, më e ndjeshme, që po ndryshon rrjedhën e lojës dhe, padyshim, zemrat e atyre që e shikojnë. Klodi dhe Fjolla. Një emër që fillimisht nuk duke i lidhur me ndonjë histori të madhe romantike, por tani, çdo shikim, çdo buzëqeshje dhe çdo moment afërsie duket se flasin më shumë se fjalët, çdo takim i tyre duket i mbushur me një tension të këndshëm. Ata që ndrojnë afër, flasin më shumë se sa zakonisht dhe ndonjëherë. Buzëqeshjet e tyre kanë një ngjyrë tjetër, një ngjyrë që tregon se diçka më shumë po lind midis tyre. Nuk janë thjesht miq, ka diçka që pulson në ajër, diçka që nuk mund të mohohet. Kur shkëmbejnë puthje të vogla, ato nuk janë thjesht puthje të rastësishme, janë shenja të një afërsie të re, të një lidhjeje që po nis të marrë formë, të një dashurie që mund të shndërrohet në një histori të bukur brenda shtëpisë së Big Brother. E gjithë shtëpia duket se e ndjen këtë tension. Banorët të tjerë nuk mund të mos vërejnë shikimet e tyre, mënyrën si njëri kujdeset për tjetrin, si ndajnë momente intime dhe të qeshura që duken vetëm të tyre. Dhe për publikun që i ndjek nga jashtë, çdo gjest është një tregues i fuqishëm, një fshikull flokësh, një dorë që preket rastësisht, një buzëqeshje që zgjat pak më shumë se normale, por si çdo dashuri që lind në një ambient të tillë, nuk është vetëm e thjeshtë. Shtëpia e Big Brother Kosova është një vend ku emocionet janë të forta, ku secili moment analizohet dhe secili hap ka pasojat e veta. Klodi dhe Fjolla duhet të manovrojnë me kujdes, të gjejnë mënyra për të shprehur afeksionin pa krijuar konflikte të panevojshme, duke ruajtur një balans mes lojës dhe ndjenjave personale. Kjo është një art i vërtet, një lojë e dyfish ku zemra dhe strategjia bashkëjetojnë. Ndërkohë, për publikun, çdo ditë,